Dashi. Sot, kokëfortësia juaj do të tërheqë kundërshtar në çdo fushë, duke bërë që tensioni të jetë i pranishëm në të gjitha sferat e jetës. Nëse jeni në një marrëdhënie, kujdes se asnjëherë mos mendoni se keni të drejtë të priteni gjithçka. Mos i injoroni sugjerimet e partnerit, pasi mendjemadhësia mund të çojë në debate të ashpra që shkaktojnë probleme serioze. Për beqarët, është e rëndësishme të pranoni gabimet tuaja, sepse kërkimi i një personi perfekt është një rrugë e pashmangshme, duke ju bërë të ndiheni të vetmuar nëse vazhdoni në të njëjtën mënyrë. Në ambientin e punës, lodhja do t'ju mbizotërojë, sepse grindjet me kolegët do të reflektohen në efikasitetin tuaj, ndërsa në planin financiar, pamaturia në shpenzime do të sjellë pasoja dhe do t'ju mbajë larg nga mundësitë e pasurisë së shpejtë. Demi. Sot, rëndësia që i kushtoni nervave të tjerëve është thelbësore. Mos u luajini me ndjeshmërinë e tyre, hapni zemrën, por me maturi dhe mbani çdo situatë nën kontroll. Nëse jeni në një lidhje, do të përjetoni një ambient harmonik, ku partneri do të japë gjithçka prej vetes pa dorë, duke e bërë çdo moment të ndjerë. Për ata që janë beqar, ndonë se do të kenë disa njohje, është më mirë të keni kujdes me hapat e përkohshëm për të shmangur shkënjimet e ardhshme. Në punë, vendosja juaj për të ecur përpara vetdohet, sepse nuk do të prisni mbështetjen e vazhdueshme nga kolegët. Kështu, vendimet e pavarura dhe realizimi i detyrave do të sjellin qetësi edhe në aspektin financiar. Binjakët. Sot, mësimet e Mërkurit do t'ju bëjnë më realist, duke ju paralajmëruar të mos nxitoheni në vendimmarrje. Në marrëdhënie, është e domosdoshme të jeni të moderuar dhe të kujdesshëm, pasi gabimet e mëdha mund të sjellin pasoja të forta. Nëse ndjeni pamundësi për të gjetur personin ideal si beqar, mos u dorëzoni, vazhdoni kërkimin me shpresë. Në punë, ambicia juaj do të shkëlqejë, ndërkohë që transparenca ndaj shefave do t'ju ofrojë mundësinë të realizoni objektiva të rëndësishme. Në planin financiar, mungesa e kujdesit mund të sjellë çrregullime, prandaj ruani kontrollin mbi buxhetin tuaj për të shmangur çdo tronditje të papritur. Daforia. Mërkuri do t'ju japë sot një ndjenjë të fortë të kokëfortësisë, por kjo mund ta çojë në virgjëzim në vendimmarrje, veçanërisht kur firmoni kontrata apo merrni vendime të rëndësishme. Në një marrëdhënie, zgjidhni të hapni rrugë për komunikim, duke dëgjuar partnerin me vëmendje, sepse mbajtja e mendimit të fortë mund të krijojë probleme serioze. Nëse ende nuk keni dikë pranë, mirë është të ruani lirinë, duke mos u angazhuar në lidhje të parakohshme që nuk sjellin vlerë. Në ambientin e punës, pranoni risift që ju ofrohen. Një propozim i vonshëm mund të falë shansin e ri për ju, megjithse financat mund të lënë pak hapësirë për shpenzime të tepruara. Luani. Sot, hëna do të favorizojë kontaktet e reja dhe do të sjellë gëzim pafund në aspektin sentimental. Nëse jeni në një marrëdhënie të gjatë, kjo ditë mund të hapë dyert për një hap të ri, si planifikimi për fëmijë ose për një fazë më serioze të bashkëjetesës. Për beqarët, takimet ekzistojnë, por kujdesi duhet të jetë i madh, duhet të keni standarde të larta, pasi jo të gjithë kandidatërit do të përputhen me shijet tuaja. Në punë, largoni mendimet negative dhe besoni në instinktin tuaj për të arritur sukses, ndërsa shpenzimet nuk do të kufizohen për të mos u ndier i varur nga asgjë. Virgjëresha. Fal bashkëpunimit të ngushtë të hënës dhe Venusit, sot do të ndiheni më optimist në karrierë, dhe kjo do të përcaktojë pozitivitetin edhe në marrëdhënie. Nëse jeni në një lidhje, do të keni besim të plot në partnerin tuaj dhe bashkë do të përballoni çdo sfidë me buzëqeshje. Për beqarët, një takim me dikë që ka shpirtin binjak mund t'ju bëjë të mendoni seriozisht për një lidhje të ardhshme. Në punë, mundësitë do të hapen në mënyrë të papritur, duke ju dhënë shansin të eksploroni rrugë të reja. Në aspektin financiar, mos vendosni kufizime të tepruara, çdo mundësi zhvillohet gradualisht, edhe nëse situata mund të destabilizohet ndonjëherë. Peshorja. Dita e sotme do të sjellë një thellësi intelektuale dhe krijimtare që do t'ju ndihmojnë në çdo fushë të jetës. Në marrëdhënie, bisedat e hapura me partnerin do të forcojnë lidhjen dhe do t'ju sjellin mesazhe të ngrohta, ndërsa për beqarët, një takim i papritur mund t'ju hapë dyrë për dashuri me shikim të parë. Në ambientin e punës, marrëdhëniet me kolegët do të përmirësohen, pasi do të keni mundësinë të realizoni ide të reja që të i kalojnë pritshmëritë. Në planin financiar, kujdesi i vazhdueshëm është thelbësor, ndonse situata nuk do të jetë ideale, me disiplinë do të arrini të mbani kontrollin. Akrepi. Venusi do t'ju mbush sot me një ndjesi të thellë të emocioneve, duke e bërë jetën sentimentale shumë më intensive. Në marrëdhënie, edhe nëse keni kohë të gjata së bashku, do të filloni të ndjeni nevojën për ndryshime dhe sfida të reja, gjë që mund të sjellë çështje të përqarta.
Për ata që janë beqar, fat i keq apo i mirë do të udhëheqë rrugën, mbështetuni të aftësitë tuaja për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve. Në punë mund të merrni oferta për një post të ri ose sfida profesionale të ndryshme, por keni kujdes që vendimet tuaja të jenë të menduara. Në planin financiar, idetë tuaja të shkëlqyera do të ndihmojnë në ruajtjen e një ekuilibri të qëndrueshëm, nëse përqendroheni tek menaxhimi i shpenzimeve. Shigjetari, sot do të përjetoni një realizëm të madh në mënyrën se si shihni sfidat e ditës. Në marrëdhënie, çdo marrëveshje e kaluar do të zgjidhet me qetësi, duke sjellë një mbarvajtje të re që do t'ju lejojë të ndiheni më të qetë. Për beqarët do të keni një impuls për të bërë propozime, megjithatë, nuk të gjithë do të reagojnë sipas pritshmërive tuaja, prandaj kujdesi është thelbësor. Në punë, ndonse mund të ndiheni të lodhur nga sfidat e përditshme, vendosmëria juaj do të bëjë që hapat të ecin gradualisht, duke sjellë rezultate të dukshme. Në planin financiar, ruajtja e disiplinës në menaxhim do t'ju sigurojë që çdo shpenzim të përputhet me objektivat afatgjata. Britsjapi. Sot, komunikimi pa menduar është qetësi për të shmangur gabimet që mund t'i prishin marrëdhëniet. Nëse jeni në një lidhje, partneri do të qëndrojë pranë jush dhe do të bëjë surpriza që do t'ju ndihmojnë të ndjeni sa të privilegjuar jeni, ndërsa çdo fjalë e papërgjegjshme duhet të shmanget. Për beqarët, tregoni të hapur ndjenjat është e rëndësishme, sinqeriteti do t'ju hapë dyrë, ndërkohë që mos e zulmoni bashkëveprimin me të tjerët. Në ambientin e punës, idetë dhe kërkesat tuaja do të aprovohen, duke sjellë një ndjesë kënaqësie, ndërsa gjendja financiare do të mbetet e stabilizuar fal disiplinës që do të tregoni në çdo hap. Ujori. Hëna do t'ju forcojë elokuencën sot, duke sjellë një atmosferë që favorizon vendimmarrjen dhe suksesin në çdo sektor. Në marrëdhënie, partneri do t'ju frymëzojë të shprehni ndjenjat më të thella, duke sjellë vendime të rëndësishme që mund të ndryshojnë rrjedhën e ditës. Nëse jeni beqar, përgatituni për një ditë plot fat, pasi mundësitë për ndryshime të papritura do të jenë të pranishme. Në ambientin e punës, Venusi do të ju ndihmojë të gjeni rrugën më të shkurtër drejt suksesit, duke sjellë arritje profesionale të dukshme. Megjithëse shpenzimet nuk do të kufizohen, është e rëndësishme të shmangni spekulimet e tepruara që mund t'ju sjellin probleme në të ardhmen. Peshqit. Sot, vendosni të hidhni hapa të menduara me kujdes, duke kthyer kokën pas çdo veprimi. Në marrëdhënie, ka rrezik që dikush të inkurajojë konflikte me partnerin. Mos u ndjekin mendimet e paqëndrueshme, sepse ato mund të gjenerojnë tensione të padëshiruara. Për beqarët do të jeni të hapur për aventura të reja, duke mos u ndalur nga dëshira për lidhje të reja. Në ambientin e punës, besoni në aftësinë tuaj për të bërë vendime të pavarura dhe mos u krahasoni vazhdimisht me të tjerët. Financat për fat të mirë do të mbeten të qëndrueshme, duke ju lejuar të mbani kontrollin dhe të shfrytëzoni çdo mundësi që sjell rritje.